ka interesim pra deri tash gjatë këtyre 3 vite, sa ka pasur interes të këngëtarëve të jenë pjesë e kësaj? Sepse nëse shohim kështu të videoklipe, transmetimit muzikës, kemi plot këngëtarë të rinj. Në fakt Kosova nuk është që heq ndoshta nga ky aspekt, sepse ne kemi parë që në Shqipëni, kur kosovarët kanë shkuar në Shqipëni, gjithmonë janë identifikuar me diçka shumë moderne, me diçka që kanë sjell risi atje, po tash e kanë mundësinë edhe këtu të sjellin. Po ndoshta është kjo që kënga fituese nuk po shkon akoma në Eurovision dhe është vetëm edicioni i tretë dhe njerëzit, ndoshta edhe këngëtarët nuk janë mësuar shumë me marrë pjesë ose me provu veten. Po besoj që gjithçka do ndryshoj kur ne shpresoj shumë që në vitin e ardhshëm të jemi në Eurovision dhe gjithçka do ndryshoj atëherë. Pra do të rritet interesimi sepse Eurovisioni është një skenë jashtëzakonisht e madhe që do t'i jepte mundësi edhe këngëtarëve që kishin një treg ndërkombëtar në skenën e Eurovisionit dhe pastaj ashtu do të rritej edhe interesimi i tyre që përmes festivalit të këngës në RTK të shkojnë në Eurovision. Por deri atëherë mund ta them që këtë vit ka pak më emra, ta them pak më të njohur, sepse në 2 vitet e para nuk është që ka pas shumica janë kanë këngëtar të ri dhe më shumë gjasonte me një talent show se sa me një festival kombëtar. Po, dhe a mendon Albert realisht që Kosova është gati